Përshëndetje, unë jam mamaja Prisildës, jetoj në Francë, kam 11 vite që jetoj në Francë dhe vajza ime është larguar me 21 nëntor të 2022-shit. Kontakti fundit që kam pas me atë ka qenë mami më dërgo fotokopjen e pasaportës. Kaq, unë e pyeta, Prisila je mirë? Mirë, po ju mirë jeni? Dhe unë i thash, po ishe ti mirë, edhe në mirë jena. Kjo ishte kontakti fundit me mesazh që kena fol. Prisilda në fakt ka pasur një shoqe, Niki, ka pas emrin, me atë qëndronte në Itali, kanë ndenjur bashkë, kishin një misi shumë të afërt, të dyja bashkë. Pastaj kanë punuar në Itali, se di qa pune me thënë të drejtën, se Prisilda ishte një tip që nuk u shfaqte dhe nuk tregonte nga jeta vet asnjë, po e di që kanë punuar në një bar restorant të dyja bashkë si balerina. Këtë nuk jam shumë brendësi të gjërave të asaj, se sa herë që i pyesja, ajo nuk tregonte kurrë. Ajo ka ndryshuar, nuk është më me flokë të zeza, kur ka qenë pak më e vogël ka qenë me flokë të zeza, për momentin është bjonde dhe me flokë të shkurtra. Kohët e fundit, domethënë. Ju zgjidhni nga këto fotot, se unë të tjera nuk kam, ajo veç me video i ka pas më shumë, dhe unë këto pak foto i kam pas nga video dhe nga Facebooku asaj, po kështu foto direkte nuk kam që t'jetë pa e lyer.